yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Ylli i fatit tonë është rreshtuar me yjet e fatit të Europës. Dhe po e përsëris, këtë mundësi nuk e kemi pasur kurrë, sepse për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hyjmë sa më parë në Bashkimin Evropian, por është edhe Bashkimi Evropian që kërkon të na marrë brenda në gjirin e vet sa më parë. Prandaj dhe po negociojmë me një vrull të jashtëzakonshëm, një vrull i dyanshëm, jo thjesht nga ana jonë, po dhe nga ana tyre, për të mbyllur në një harë kohe rekord absolut, duke pas parasysh që vetëm 10 i kemi nisur negociatat, hark 3 vjeçar, një proces që për të tjerët ka zgjatur shumë më tempo. Duhet t'ja u tregojmë njerëzve, duhet t'ja u vëmë përpara syve realitetit, dhe duhet të gjithë ta marrin pak me mend që Mali i Zi i ka nisur negociatat në 2012, kur ne nuk ishim akoma kandidat për Bashkimin Evropian.